Më tej, kur mbarova shkollën e 8 vjeçare, më thanë që të vija për fonditor. Për? Fonditor. Ka qenë një shkollë që ishte në atëherë në qytet Stalin, sot në Kuçov, që merrej me derdhjet e gizës, me bërjen e pusetave. Natyrisht kundërshtova, sepse unë kam dalë me atëherë isha me 9 pikë në shkollë të 8 vjeçare. Dhe me luftë arrita të mirë shkollën e mesme ndërtimit në Korçë. Do ta theksoj, ka qenë shkolla më e mirë në Shqipëri. Më e mira në Shqipëri. Një trup inxhinierike dhe pedagogjike, të gjithë ishin inxhinier, të mrekullueshëm, qoftë pranë profesional, qoftë në pedagogji. Kam dalë me nota 10 të gjitha. Isha nga Pogradeci dhe atëherë ka qenë një periudhë që kalimin në shkollë të lartë bëje nëpërmjet vendimit të komitetit ekzekutiv. Dhe më nxjerrin që do vija për oficer. Më thanë, njeri i besuar i Partisë dhe Shtetit, ti bën mirë për oficer. Unë mesatare 10 nga Korça. Po patjetër, i zgjidhnin. Dhe më ka thëritur kryetari i komitetit ekzekutiv dhe më komunikoi çdo veç për oficer. Se është shumë interesante kjo. Ishte një tavolinë e madhe, ishte në cep. Atëherë lejohej duani. Po. Dhe në për tavolina kishte tavlla, dhe kjo Erbemeqi që shihni sot ju, mori tavlën dhe ja rrasi me tavull kryetarit të komitetit ekzekutiv të Pogradecit dhe i thash në mënyrë absolute, unë kam kërkuar vetëm nxjerrjen e ndërtimit, do vjetë vetëm nxjerrjen e ndërtimit. Ka qenë ndërhyrja e shefit të divizionit të Pogradecit, se unë atë periudhë stazhin e bëja në qendrat e zjarrit dhe natyrisht kisha identitetin tim qoftë për punë ndeshme etj. Dhe ai ka ndërhyrë në mënyrë të posaçme pranë kryetarit dhe pranë byrosë të rrethit. Domethënë komiteti i Partisë së Rrethit dhe ka thënë nëse guxoni që këtë çun të mos i transmetoni dëshirën e tij, vullnetin e tij, do kemi probleme deri në Komitetin Qendror. Kjo ka qenë koha dhe falë tij. Kjo lloj mbrojtje ndaj teje, Benidon, e para njëherë për aktin që ke bërë? Shiko mbrojtje. Shiko, po patë morali nga pas bëj çdo gjë. Ky ka qenë parimi im. Unë jam në luftë, e di që unë jam në luftë. Por ajo që mua më udhëheq është morali. Kur nuk cëndoj moralin tim dhe natyrisht atë e mbroj në çdo formë. Në qoftë se ju thash që unë qellova me tavull, ju edhe sot më shihni që unë jam luftarak. Pse? Kam një armë fuqishme në dorë që unë nuk e toleroj kurrë në kurrës moralin, drejtsinë, pavarësinë. Dakor, më lejo vetëm një kundërshtim se jemi çike jashtë teme, por në sensin e kësaj që për moralin që kanë ruajtur të tjerë kanë shkuar në burg në atë kohë. Flasim në ato vite. Në këtë kuptim po them, ty jo vetëm që nuk të paska ndodhur diçka nga mbrapa, por përkundrazi kanë thënë që do i dëgjohet fjala dhe duhet i dalë fjala këtij djali. E debatoj këtë edhe diskutoj këtë punë e moralit të tjerëve, megjithatë nuk do t'i futem asaj piste se nuk kam këtë vështrim. Nuk është futur njeri për moral. Janë futur për tjera gjëra, për qëndrime politike. Jo moral në kuptimin të dashurive apo të gjëra, domethënë të parimeve, të qëndruarit të parimeve të veta. Morali shoqëror, morali social janë në çdo periudhë të pakontestueshme. Ndeshmëria sociale, ndeshmëria e komunikimit janë të pranueshme edhe tashmë që flasim, pavarësisht që ne tashmë jemi në një realitet ku secili ka të drejtë nëpërmjet një telefoni të çaj nga nëna nga motra çdo gjë pastaj. E kanë këtë të drejtë sepse anonimiteti këtë ka prodhuar. Megjithatë thash, unë morali shoqëror do të thotë, ti jemi ndershëm vet, atë që them ta kem bindje. Dhe ajo që është më kryesorja, që nuk e toleroj kurrë, ti jem shqiptar. Ti jem shqiptar. Kemi probleme shumë pikërisht me këtë të tanishmen, ti jemi shqiptar. Dhe sot në këtë moment, unë përsëri jam në debat të kësaj natyre, sepse qëndrimet e mia të këtij momenti, ndoshta edhe bisedë që do bëjnë, janë të lidhura pikërisht me identitetin shqiptar të këtij vendi në histori. Dhe nëse një nga pasionet e mia është pikërisht kjo që me të drejtë do ndoshta të diskutojmë, është pikërisht ajo që unë vazhdoj të krenohem, është zhvenojtur ky muhabet tani se thua që jam shqiptar sikur del jashtë kontekstit të këtij kozmopolizmi mediokër primitiv. Ju e shihni që lufta kudo në botë bëhet për identitet. Dhe të gjithë luftojnë për identitet. Ne kemi harruar që këtë identitet. Pavarësisht që në shekuj, po ta shikosh historinë, identitetin na ka mbajt ne sot këtu ku jemi. Dhe për të cilën të gjithë pa përjashtim duhet të investojmë. Nuk është paraja ajo që të bën. Paraja në momentin e parë të jep diçka, po pastaj të humbet identitetin. Dhe kjo është lufta që u bëj sot me shumë të shtuqujtur,
patriot shqiptar të cilët kanë shitur leckat e veta. Pra se në emër të identitetit dhe të shqiptarisë flasin tani të gjithë dhe kanë shitur leckat e tyre, kanë shitur, nuk do të them atë pjesën tjetër atje. E morëm me mend, e kuptoj. E kuptoj. Dhe kjo mua më ndinjon, më irriton dhe në këtë pikë parimi është i prerë jini. Nuk toleroj. Nuk toleron. Për ta përmbyllur të doli e drejta. Pra thanë këtij djali do i dalë drejta dhe vajta shkot lart. Do shkot lart, tani të them, kam dalë me gjitha 10, kam 1-5. Sa histori e bukur e 5-s. 1-5. Ja si është puna tani, nuk na interesojnë gjithë historitë e 10-s, me historia e 5-s bëhet ideja, jo bëhet interesante. Ishte një profesor i mrekullueshëm, Koço Katundi, një njeri më i mirë, ka qenë kryeinxhinier i uzinës superfosfatit në Laç. Njeri i mrekullueshëm. Me të natyrisht kisha marrëdhënie shumë të mirë sepse unë nga shkolla mesme me profesion me se ishte ndërtimi, unë në shkollë të lartë nuk isha probleme teknike. Ishe para përgatitur. Natyrisht isha me 10, kuptohet. Po Koço kishte një rregull. I shifte kështu projekte dhe thonte kalon, dhe vinte notat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mua mëra 5-a. S'pas ke pasur fat. Është e bukur. Kur mbarova vitin e 4, unë pa u futur akoma në procesin e përfundimit diplomave, unë u mbarova pedagog në universitet. Dhe e marr Koçon, ai pinte zakonisht dhe thonte nuk mund të jesh inxhinier pa pirë një gotë konjaku, ishte i dashuruar me konjakun. Dhe ulemi, i thash profesor, mjef mua ti thash. Si s'njoh të? Kush jam unë? Më i miri tha. E di çfarë notë më ke vënë ti thash. 10 pa diskutim tha. 5 i thash. Pjesim për 2. Si që ishte Koço u qua dhe tha, do ikim të ndrojmë një, i thash. Do të mbaj më ngjallë ty, me të gjitha të mirat e tua, një njeri i mrekullueshëm me këtë 5. Dhe kjo është historia e 5-s ime. Natyrisht që unë u bëra pastaj pedagog dhe deri në 2006 kam qenë pedagog, ku përjashtova, nuk do ta them tani për arsye pa aftësie. Unë jam përjashtuar nga universiteti për pa aftësi. Pse? Mos i hap syt? Jo, kështu është kur s'është për të qeshur kjo. Kur e